Përshëndetje. Sot në biologji do të flasim për dy tema shumë të rëndësishme. Do të mësojmë sot se si krijohet një qenie e re dhe si zhvillohet ajo. Temat për sot janë plenimi dhe zhvillimi i embrionit, shtatzënia dhe lindja. Rezultatet e nxënit. Nxënësi shpjegon si plenohet veza nga spermatozoidi, përshkruan se si veza lëviz përmes gypit uterin dhe implantohet në mitër, përshkruan zhvillimin e fetusit gjatë shtatzanisë, shpjegon rolin e placentës. Çfarë është plenimi? Plenimi është bashkimi i gametit seksual mashkullor, spermatozoidi, me gametin seksual femëror, vezën, secili nga këta gamet përmban nga 23 kromozome. Nga shkrira dhe bashkimi i bërthamave të tyre formohet një qelizë e re me 46 kromozome. Si ndodh plenimi? Kur dy persona dashurohen, midis tyre ekziston një lidhje aq e fortë sa fruti i dashurisë tyre janë fëmijët. Kjo lidhje nuk është vetëm ndjesore, por dhe fizike, e cila quhet marrëdhënie seksuale. Gjatë kënaqësisë seksuale, organi gjinital mashkullor penetron brenda trupit të femrës nëpërmjet vaginës, ku, si pasojë e të kurrjes së disa muskujve që fillojnë që në testikuj e përfundojnë në penis, ky i fundit lëshon brenda trupit të femrës spermatozoidët. Ky proces quhet ejakulim. Më pas, spermatozoidët notojnë duke përdorur bishtin e tyre dhe ngjiten drejt qafës së mitës në mitër për tek gypat e fallopit ku presin vezën për ta plenuar. Spermatozoidët lëvizin shumë ngadalë, prandaj në trupin e femrës derdhen me miliona të tillë, në mënyrë që disa prej tyre të arrijnë të takojnë vezën, sepse një pjesë e spermatozoidëve vdes rrugës për tek veza. Pasi veza ovulon, pra bie në gypin uterin, rreth saj mblidhen shumë spermatozoid, por vetëm njëri prej tyre mund të deportojë shtresën xhelatinore të vezës e të futet brenda. Bishti koputet dhe brenda në vezë futet vetëm koka, e cila mban bërthamën me 23 kromozome. Ku bërthama e gametit seksual mashkullor bashkohet me bërthamën e gametit seksual femëror, pra vezën, e cila përsëri ka 23 kromozome, formohet një qelizë e re, pra zigota me 46 kromozome. Çfarë ndodh pas plenimit? Pasi të ndodh plenimi, formohet një qelizë, pra zigota që tham pak më lart, me 46 kromozome. Kjo qelizë përmban gjithë informacionin e nevojshëm për të formuar apo për të rritur një individ të ri. Bebja përmban miliona të tillë, prandaj kjo qelizë e vetme do të rritet e do të ndahet në 2, 4, 8, derisa të formojë embrionin. Gjithë ky proces ndodh përgjatë gypit uterin. Kur embrioni i vockël mbërrin në mitër, do të mbështetet pikërisht me atë shtresën që formohet gjatë ciklit menstrual dhe do të lidhet shumë ngushtë me të. Pikërisht ky proces quhet implantim. Shtatzënia. Kur një bebe ndodhet në trupin e femrës, ne themi se ajo është shtatzën, por nisur nga informacionet që ne morëm, mund të themi që shtatzënia përfshin periudhën që nga plenimi ose fekondimi i vezës nga spermatozoidi, formimi i embrionit, formimi i fetusit, pra deri tek zhvillimi komplet i bebes. Kush janë faktorët që mbështesin fetusin brenda në mitër? Placenta është një organ shumë i rëndësishëm sepse nëpërmjet saj bëhet shkëmbimi i lëndëve ushqyese dhe gazeve, pra dhe oksigjenit apo dioksidit karbonit midis nënës dhe fetusit. Lëngu amniotik ose trastëza që përmban lëngun amniotik shërben për ta mbrojtur fetusin nga goditjet e ndryshme, sikurse që fetusi të lëviz lirshëm në barkun e nënës, pra brenda në mitër, e thënë ndryshe. Dhe kordoni umbilikal, i cili shërben, ose kordoni kërthizës, i cili shërben për të lidhur fetusin me placentën, pikërisht për të bërë shkëmbimin e lëndëve ushqyese. Po cili është roli i placentës?
Placenta, tham, është një organ shumë i veçantë dhe i rëndësishëm, sepse aty rrjedhin shumë afër gjaku i nënës dhe i fetusit, ku pikërisht nëpërmjet placentës nëna i jep ushqim dhe lëndë ushqyese dhe oksigjen fetusit dhe merr nga fetusi dioksid e karbonit dhe mjetet e tjera. Gjithashtu, placenta e mbron fetusin nga lëndët e dëmshme, por jo të gjitha sepse nëse abuzohet me to, disa mund edhe të deportojnë. Për shembull, alkooli është shumë i dëmshëm sepse dëmton trurin e bebes, drogat dhe barnat gjithashtu janë shumë të dëmshme sepse çojnë në mos funksionim ose më saktë në mos zhvillim normal të fetusit. Monoksidi i karbonit që gjendet tek duhani gjithashtu bën që bebja të ketë pak oksigjen dhe si rrjedhoi të mos zhvillohet normalisht. Zhvillimi i bebes, këtu kam paraqitur me figurë pikërisht se çfarë ndodh në 40 javët e shtatzanisë, sepse shihni sipas soi dhe sipas figurës që ndodhin ndryshime në javë të ndryshme, por për ta përmbledhur do ta studiojmë në 4 periudha. Atëherë, periudha e parë ndodhet midis javës së parë dhe javës së 6. Pra, brenda kësaj periudhe, çfarë ndryshimesh ndodhen? Kemi formimin e zigotës, më pastaj do dallohet koka, dallohet pjesa e syve dhe dëgjohen rajet e zemrës. Në javën e 7 deri në javën e 12 dallohen organet e fytyrës, gjithashtu zhvillohen organet gjenitale, gjithashtu kemi dhe shfaqen gjymtyrët. Në javën e 13 deri në javën e 22, kockat fillojnë të zhvillohen, sistemi i qarkullimit të gjakut gjithashtu, dallohet seksi i fëmijës, nëna mund të ndjejë fëmijën në barkun e saj, pra të lëviz. Dhe në javën e 23 deri në 40, bebja është tashmë zhvilluar, sistemet e trupit janë kompletuar, lëviz duart dhe këmbët dhe bebja kthehet në pozicionin me kokë poshtë në mënyrë që të bëhet gati për lindje. Lindja është momenti final i shtatzanisë, ku bebja tashmë është zhvilluar komplet dhe është procesi kur fetusi del nga barku i nënës jashtë në mjedisin, pra për në mjedisin e jashtëm. Detyra: pse mendon që prodhohen kaq shumë spermatozoid ndërkohë që prodhohet vetëm një vezë? Imagjino sikur je një qelit spermatozoidi ose veze, përshkruaj rrugëtimin tënd nga testikuli apo vezorja deri në implantimin në shtresën e mitrës. Cili është roli i placentës, lëngut amniotik dhe i kordonit të kërthizës? Shkruaj një paragraf ku të përshkruar se si mendon se është jeta e një fetusi brenda një mitre. Faleminderit.